Aktori i njohur Robert Ndrenika ka reaguar pas kritikave që mori për takimin me kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj në sallën e gjyqit. Në një prononcim, Ndrenika u shpreh i zgënjur nga komentet negative, duke thënë se disa prej tyre kanë prekur edhe familjen e tij. Sulmet pas takimit me Erion Veliajn, disa më flasin keq dhe nga ana familjare. Çfarë të them unë? Më kanë mërzitur shumë, kolegët nuk më kanë sulmuar, përkundrazi më flasin mirë, u shpreh aktori. Ai theksoi se e njeh Veliajn prej vitesh, por shtoi se nuk mund të shprehet me bindje për pafajësinë e tij. Nuk di të them se është i pafajshëm, por e njoh si njeri që të vogël, nuk mund të them me bindje për pafajësi, tha Ndrenika. Aktori hodhi poshtë edhe pretendimet se ka përfituar nga Veliaj, duke sqaruar se nuk ka bler kurrë shtëpi. Disa më thonë se kam përfituar, sa më ka dhënë shtëpi. Unë në jetën time nuk kam bler shtëpi sepse kam trashëguar shtëpinë e babait, e kam atë tokë që nga koha e mbretit Ahmet Zog, deklaroi ai. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.